është bërë shumë nga viti 2023 në aspektin e llogaridhënies dhe përgjegjësisë. Fillimisht me disa staf administrativ mund të them që kemi pas probleme të vazhdueshme sa i përket të respektimit të orarit vendit dhe tyrat punës. Fillimisht kemi biseduar me takime të vazhdueshme, lutje, kërkesa, ata cilët kanë kuptuar, ata cilët nuk kanë kuptuar, kemi filluar procedurën ndaj tyre, kemi shqiptuar vërejtje. Në ato raste kur ka pas hapësirë, kemi procesuar edhe në komisione disiplinore. Kurse sa i përket gjyqtarëve, edhe kjo ka qenë një sfidë në veti, pasi që unë personalisht në atë kohë gjithherë po foli në momentin e marrjes të mandatit, kom vrej disa fenomene apo dukuri negative, siç janë mosaktimi i landëve të rigjykimit me muaj të tërë, me vite të tënë, shtyrja e seancave pa bazë ligjore, tjetër mos saktimi i landëve sipas rradhës. Gjithashtu edhe këto kemi diskutuar me gjyqtarë në kolegjiume, por edhe diskutime jo formale. Kemi kërkuar, kemi lutur të njëjtit që të procesojnë landët sipas rradhës, të procesojnë landët të rigjykimit. Në të kundërt detyrohem të ndjek procedurat e parapara ligjore, pasi që edhe unë jam autoritet kompetent dhe mund të inicoj procedura disiplinore. Sa raste ka pasur që janë iniciuar procedura disiplinore ndaj gjyqtarëve dhe çu kanë përfunduar ato? Disa raste kam iniciuar për fenomene të lartësekura, ka raste që janë shqiptuar, por jo vetëm për fenomene, kemi pasur edhe për sjellje të pahishme në raport me qytetarët apo me persona të caktuar. Raste nuk ka qenë vetëm kategoria që i potencuar, por ka pasur edhe këto, ka që janë shpallë përgjegjës, janë ndenu, kanë marrë dënimet e merituara, po kemi raste që janë liruar. Përkatësisht nëse jam i saktë, 2 raste janë liruar, kurse të tjera të gjithë janë gjetur përgjegjës. Sa kanë qenë raste të tjera? Nëse zgaboj, dikon rreth 6 raste të tjera, 5 ose 6, nuk jam i sigurt. Unë po flas ndër vitet 2023-2024. Pra ka pas raste të iniciuara, ka pas trajtim të tyre dhe shumicën prej tyre pas ka pasur edhe masat shqiptuara nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Dhe kjo thoni që ka ndikuar që të ketë një llogaridhënie tjetër në gjykatën themelore në Gjilan, që është përkthyer në këtë efikasitet që Gjilani njihet sot si një ndër gjykatat më efikase? Po besoj është njëri ndër faktorët që ka ndikuar nëse e dim gjithë një shtyrje një seancës pa arsye është një kosto. Momenti që kemi eliminu këtë fenomen, atëherë ato lanë që janë caktuar janë përfunduar. Lënë të rigjykimit, ligji ka parapar 30 ditë, po jo me muaj e vite të tënë, kemi pas raste të cilët nuk janë caktuar. Tash që po flasim, nuk kemi asnjë rast që nuk trajtohen brenda 30 dite, eventualisht 45, eventualisht 2 muaj, nuk kemë raste që mbetet pa u caktuar pas kthimit në rigjykim. Dhe sigurisht që kjo ka ndikuar edhe u shpërthyq, siç e thatë edhe ju, edhe në ngritjet e efikasitetit, por edhe të përgjegjësisë dhe llogaridhënies.